Piktori dhe restauratori Spartak Kasuli vijon të mbetet aktiv në artin pamor prej dekadash. I diplomuar në Akademinë e Arteve dhe pasi jetoi disa vite në emigrim, u rikthye në Korçë dhe ushtron profesionin si specialist restaurator pranë Qendrës së Artit dhe Kulturës, ndërsa paralelisht i është rikthyer me më shumë për kushtim pikturës, duke realizuar kryesisht peizazhe në teknikën e vajit. Familja ime zbuloi këtë dashuri që kisha për pikturën dhe më regjistruan në shtëpinë e pionerit që ishte në atë kohë, që ishin fëmijë dhe profesor Sotirash Kushali ju dha një përgjigje që do të bëhet piktor sa shumë i mirë. Kam një karrierë të gjatë artistike, megjithëse pak më shkëputje si kushdo artist, se periudha e tranzicionit ndikovi të gjithja vetëm tek unë. Kur fillova të piktura, kisha dhe kërkesa. I njohur për peizazhet e realizuara në vaj, artisti sjell në telajo qetësinë e natyrës dhe ndjeshmërinë artistike përmes ngjyrave dhe dritës. Jam piktor i kavaletit, më pëlqen peizazhi, jashtëmazë, sepse natyra është ajo që ndikon tek artisti drejt për drejt. Porositë janë nga më të ndryshmet, kanë porosi që mund të bëjnë riprodhime, portrete, unë këto i kam shmangur sepse nuk ndjen vetvetja, nuk më mbushi, nuk jap atë mesazh që dua. Për Spartak Kasulin, piktura mbetet forma më e plotë e shprehjes artistike. Ai shpreh se është pikërisht arti ai që i përmbush shpirtërisht, ndërsa prej vitesh ka mbajtur si peng mungesën e një ekspozite personale. Pengu më i madh që më ngeli ishte që nuk ka të bëja dot një ekspozitë. Vendosa këtë radhë, do ta bëj ekspozitën. U bën shtyse dhe miqtë e mi. Titulli i saj është Shqipëria në telajo, do ketë piktura nga gjithë territori shqiptar. Do jetë një mesazh i qartë dhe për brezat e ri. Arti dhe kultura tonë e qytetit të Korçës duhet transmetohet. Më herët Kasuli ka marrë pjesë në disa ekspozita me punime në grafik, duke dëshmuar një profil artistik të ndjeshëm dhe të lidhur ngushtë me natyrën dhe emocionin njerëzor.